kujtohet kur po vija në Shqipëri për herë të parë, as nuk isha I sigurt se ku po vija. Isha I ri, apo I diplomuar nga kolegji, më tha një pastor, a ke dëshirë të shkosh në Shqipëri për të ndihmuar jetimet? Shumë mirë të shkojmë. Ku po shkojmë tani? Fillimi është I tillë, por pastaj unë gjeta veten në Shkodër, zoti më drejtoi aty në 94 dhe gjithë ajo kala, domethënë kështjellja e Rozafës, më bëri të mendoj se ku jam unë dhe pastaj zbulova që Sultan Mehmeti I dytë, pushtuesi I Konstantinopolës, kishte ardhur deri në Shkodër për ta pushtuar Shkodrën. Pastaj kam filluar të mësoj më tepër për atë ngjarje, kam përkthyer librin e Marin Barletit, Rrethimi I Shkodrës nga shqipja në anglisht, që është botuar në 2012 dhe përkthimi ishte më shumë një studim historik se sa vetëm një përkthim, sepse për të përkthyer një emër vendi që gjatë shekujve ka ndryshuar 3, 4, 5 herë, duhet të mësosh se ku je. Kjo më ka lidhur me studiues, me akademik, me historian, me arkeolog, dhe disa prej tyre më kanë dhënë një inkurajim, një fjalë që pse të mos lësh pse të lësh me kaq, domethënë më mirë të doktorosh. Dhe thash atyre që nuk I di nuk më intereson të studioj kohën e Skënderbejut, sepse duhet të mësoj latinishtën e vjetër, osmanishten e vjetër, nuk kam kohë, kam 5 fëmijë, kam kisha, kam shumë përgjegjësi. Edhe njëri profesor më tha, po ne nuk dim pothuajse as pak për lëvizjen protestante. Dim që ka dokumente, por nuk e dim. Ndoshta ti je personi që mund ta bësh, duke qenë se je një Amerikan, mund të shfrytëzosh arkivat jashtë shtetit në Amerikë, në Angli, edhe në arkivin e shtetit të Shqipërisë. Atëherë kam filluar një doktoraturë edhe kam miratuar temën lëvizje protestante, edhe fryti I punës na ka dalë.